hiç edhe me menu që qytetari është Po i përjashtojmë ata. Është e rëndësishme se kjo është. Unë e besoj që dy sene duhet më bëu krejt ndryshe, sa i përket shtesës. E para, unë jam për shtesat e fëmijëve, ama jam me kohën të përshkallëzuar. Le të supozojmë që familja jonë ka të hyra 1500 euro, i ka 2 fëmijë, nuk i shkon mirë mi marr familja jonë me 1500 euro, 2 fëmijë ka 60 euro, e një familje që i ka 500 euro të hyra. Çështjen nuk ju pyeta, a është në rregull ose jo, që janë dhënë 2 javë para ditës zgjedhjeve. Po ta japi përgjigjen veç. I kemi edhe 4 minuta, mund të përfundojmë pa marrë përgjigjen. Po të kuptoj, edhe unë jam për përshkallëzim. Pra nuk mundesh me jap shtesë fëmijëve si familjes pasur, milionerit, njerit me të ardhat, më si atij që i ka 500. Shtesa ti shkëndash më kon të përshkallëzuar si pasardh, edhe studentit, edhe pensionistit, edhe gjithkujt. Se ka pensionista që kanë pronë, të ardhura, të hyra, pej punës që e kanë bo, e tash nuk mundesh me jap 100 euro dhe atij që për një muajin e çon 100 euro. Kjo që po ankohen, po nuk, që të thonë, kjo është pushteti autoritar, kjo ka me ja bot gjithë qështu. A është keq që kjo? Po. E ti po do me bo koalicion me ta? Ti po do me majtë pushteta? Ty kritika që vlerësohet... Gjatë gjithë ditës se keni thënë asnjë fjalë për këtë. Po e kisha marrë në Norvegjani dhe mendojsha që është e rëndësishme me bo këtë punë. Edhe pe bëj. Edhe, po kur më se harroni, nuk mundet me fol për shtesa as kritik legjitime dikush që i hek fëmijën për shkollës publike. Që është në dy. E ka drejt ligjore me që fëmijën kuda, a më përgjithësi publike ka. 1.200.000 fëmijë në Ismail Qemal që ju vjen era, WC-ve, e me i qu për veti, atje kjo nuk funksionon. Edhe nuk mundet dikush që janët me gjipa edhe kur e kryjnë pushtetin. E paramendot dikush që si ka fëmijë të fare. Zoti Molliçaj. Që pajtohen edhe me këtë pjesë. Po se përmendet. Jo, e kom përmend, s'di sa herë dhe studio. Këtë për fëmijë që i ka të toaletet, e përmendet disa herë, një që si ka fare udhëheq se përmendet asnjëherë, u desh unë t'ju kujtoj. Debat me ty e kem bërë këtë bisedë. Kom thonë që përzgjedhja e partnerit për mua nuk duhet me qenë baza nacionalitetit. Por, është domosdoshmëri me jetu familja jote në vendin ku qeverisë. Vetëm harua ta thoni për gjithë emisionet. A mua, diçka është një dallim çtu se shumë e rëndësishme. Ma shumë është dallimi mes Ismail Qemalit me shkollat private ku i qenë Vjosa Osmani, Lumirit, të tjerët fëmijë, se sa shkolla në Marigona Hill me Norvegji. Hendekë, shumë ai madh shtu. Prandaj unë po më duhet mi thonë dyjat. I Galbinin, po jo, mas ne mi thonë fëmijë publik i loj këto. Jo, ndeshta me bë një pyetje prap lidhur me mënyrën e të bërrit fushat.